me Berishën jo, po as me PS-n dhe PD-n, se po t'i veshre, ca tjerë thonë, po me PS-n ndoshta, por jo me Ramën, me PD-n ndoshta, por jo me Berishën. Jo, ne e konsiderojmë Ramën dhe Berishën produkti këtyre partive, të korruptuar. Në asnjë rast, pra ju premtoni rast, as me Ramën, as me Berishën, as me Metën, as me Bashën, as me gjithë ata që na kanë qeverisur. Po themi e mirë sipas jush? Nuk mund të kesh bashkëpunim me të korruptuarit. Se kam pasi debat një ditë në një studio tjetër, më thoshe që mirë, bashkëpunoni me një parti, thotë se impononi disa pikat programit tuaj. Po që kuptim ka? Ti imponosh një apo dy pikat programit, apo të thuash që në ministrin X që do qeverisim ne nuk do vidhe, në gjithë tjera që po qeverisë ju vazhdoni vidhni. Nuk ka sens kjo politikisht. Përsa i përket partive tjera, sigurisht që në parlament, kur je opozit, ti i detyruar të bashkosh votat, ba të votosh kundër me të gjithë. Sakoj e parti opozitare... Për te i votës kundër që mund tjetë pas në koordinimi. Dhe do t'a japim për gjdo projekt ligj që është, e shojmë që do jetë problematik. E dyta, ne do jemi parti... Nuk kuptim edhe një vizionit të përbashkët opozitar. Ja të vim. Ne jemi parti proaktive. Kemi qenë jashtë parlamentit, do jemi brenda parlamentit parti proaktive. Gjithë thot, ne kemi qenë për të qenë ju siguroj partia që do propozoj më shumë projekt ligje në parlament. Dhe patjetër që projekt ligje do t'i hedhim për debat. Dhe do kërkojmë nga çdo deputet, i secilës parti, do e vëmë pozit para zgjedhësve dhe do e themi, ky është projekt ligji për shembull minimumin jetik, ky është projekt ligji për statusin e minatorit, ky është projekt ligji për të ngritur një agjenci të re për parandalimin e korrupsionit, që kemi në program. Do e shpalosim atë dhe do i sfidojmë partitë e tjera. Si ç'është agjenci, si mund të parandalohet, si funksionon? Jepni propozime dhe votojeni projekt ligji në parlament. Ç'a është kjo agjenci që parandalon korrupsionin? Ne kemi menduar një agjenci kombëtare për integritet dhe antikorrupsion që harton politika parandaluesin e korrupsionit. Sot kemi një ministri shteti për antikorrupsion që 5 me hiç, do ta heqim atë ministri dhe do krijojmë një institucion të pavarur, një nga kompetencat e cilëve është edhe transparenca, edhe propozimi i ligjeve për financimin e partive politike, edhe deklarimi i pasurisë. Po të gjitha këto janë. Transparenca është në çdo fond publik, është i detyruar ta nxjerrë në online. Një agjenci të re, të pavarur, të fuqishme, që do të ketë garancir, ku dhe të garanti, pra ku të ruaj këta agjensin? Po si që janë institucionet e pavarur o drejtësi. Sigurisht kërkoj një shumicë të cilësuar parlamentare, o strategjia në parlament në anashme dhe jetë kjo. Ti vëm rivalet tanë politik, ku do qofshin ata, për para pozitës që t'japin llogari ndaj votuesve tyre. Pa do ju themi, qoftë për këta agjensi, qoftë për statusin e minatorit, qoftë për minimumin jetik, qoftë për rritjen e pensioneve, qoftë për modelin e rizhvillimit ekonomik, t'ju themi, dili para votuesve tuaj dhe shpjegoni pse votoni kundra këtij projekt ligji. Pra ne nuk do jemi opozit grushtesh. E kupton? Ne atë që duhet bërë në rrugë do e bëjmë në rrugë, atë që do e bëjmë parlament do e bëjmë parlament. Fatkeqësisht parti deri më sot në Shqipëri, logjikën e ka rrugës e kanë çuar në parlament, logjikën e parlamentit e ka çuar në rrugë. Pra le të supozojmë, zoti Shori, minimumin etik gati po e premtojnë dhe po e punojnë të gjithë. Po le të mbetemi te partitë e reja. Pra ju si parti të reja do jeni ju, të supozojmë, partia e zotit Lapaj, do të jetë partia e Agronshejt, nuk e di kush tjetër. Sondazhet këto nxjerrin ndonë që hyn në parlament. Me potencial. Në rast se ju do të bëheni të treja këto forca politike bashk dhe t'japin zë këtij objektivi, këtij qëllimi të përbashkët, ndoshta edhe pushtetin Partinë Socialiste apo Partinë Demokratike nuk e di, se unë nuk besoj se ju keni delirin partitë e vogla, flas partitë e reja që do merrni pushtetin në zgjedhjet e 11 martë. Unë dhe kam delirin, tjerë e kanë. Mos këtë gjërë në jeri do të nërmarë stafë e mandate për të qënë me këmë në tokë. Pra do të si do arrini ti imponojni mazhorancës? Cila do qoftë kjo mazhorancë? Partia Socialiste, partia... Se i vetëm sa do arrini ti imponojni? Në qoftë se ke 2, 3, 4 deputet, 5 deputet, ndoshta, përpjekja juaj do jetë edhe më e fuqishme dhe do arri më shumë tek qytetarët. Minimumi etik është shumë i thjeshtë. E dini pse se ekziston tashmë projekt ligji i hartuar nga ekspert, i firmosur nga 21.000 qytetarë, 2-3 vjet më parë, dhe është çuar në parlament. E kemi projekt ligjin gati, më kupton? Dhe në këtë sens, ne do të kërkojmë nga të gjitha partitë ta mbështesin këtë projekt ligj. Ta mbështesin me tirë, ta mbështesin me diskutime, ta mbështesin me votë. Cila do qoftë, jo vetëm minimumi jetik, po cila do nisëm qoftë, që kërkon bashkim. Për të qenë më e fuqishme dhe për të imponuar. Si pjesë e komisioneve parlamentare, ti e hapu për dëgjuar argumentet e shumë kujt aty brenda, sepse jeta parlamentare është plurale, nuk është unë qëlloj me pushk, ti je shënjestra aty. Lutem mos sqaroni gjë. Është që ne me përgatitjen që kemi,
me skrupulozitetin politik që kemi, është që ne partetet e tjera t'i vëm për para provës. Pra, të mos harxojmë kohë duke thënë, hajde mblidhim një vit, pim 200 kafe, dhe pastaj hartojmë gjysmë faqe dokument. Jo, ne shkojmë me i dokument 10 faqesh, me një projekt ligj, me një relacion të gatshëm, dhe u themi partive tjera, qofse ju keni një argument, jepeni dhe të hajta diskutojmë. Po kështu i mbyllni rrugët e bashkëpunimit, më duket mua. Pra, ti thua, ne propozojmë, dhe hajde na ndihni ju. Po le të propozojnë dhe tjerët. Ne jemi të gatshëm të hapim veshët për këdo.